Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e madhrojmë, prej t'i ndihmë falë kërkojmë, për shëndetjet, lavdatat Muhamedit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që esin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në dersin e kaluar kemi përmend që pejgamberit alayhi salatu wassalam ju ngushtuan të gjitha rrugët dhe ju pamundsua jeta në Mekë. Do më thonë, me kasit po bojnë plane me nxjerr prej Mekës ose me vra, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka au yukhrijuka au yaqtuluk. Thot Allah i lartësuam, kur me kasit banin plane ose më të mshelin në borg dikon, më të shti prapa gerilave, që mos e pas më kontakt me njerëz, ose më të vra, ose më të largu prej vendit prej Mekës, që do ta shohim. Pastaj njerëzit që kish shpresë deri dikon pejgamberi alayhi salatu wassalam që ishin rreth Mekës, Taifi se pranun dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam filloi me hulumtu për opsione tjera. Sepse vllazni shpesh na ndodh neve nganjëherë në rrethin ku jetojmë ose në vendin ku jetojmë, s'muj me zhvillu fetarit ç'to duhet, ose s'muj me praktiku fen. Sa njeri thotë Allah te puna jam atje s'mlon më fal. Mirë, tash puna namosi. Shumica e njerëzve, edhe muslimanët që janë materializuar, thonë që më lën punën për namaz. Puna e dunjas, që më hangër me pinta, po do të më lën një punë të ahiretit që është dham i fort prej qelsit, prej dhëmbëve të qelsit xhenetit. Edhe çka bën? Wallahi i duket normale, normalizohet me jetën që ka, s'po më lën më fal, s'po më lën më mbulu, qoftë të shtëpia, qoftë në punë, qoftë në vendin ku është, ajo motra musliman, ose këtë jetë vëllai s'po më lën me më fal, puna e ran, s'po më me agjëru, ndrrimi s'po më përshtatet, edhe ajo ka përshtatet që so jetë. Që ti shkon që ka që lehtë kjo, e thjesht, pejgamberi alayhi salatu wasalam i kishte thonë që ta njerëz që më dërgoi Allahu te ta s'po besojnë, tjetër kush s'po pranon, edhe u kry. Do më thonë po mirë në me vetën që tësh. Jo, ka opsione tjera, ka mundësi tjera. Ka mundësi tjera të shumta. Për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam tash të filloi me jo paraqit vetën fiseve të ndryshme edhe udhëhecëve të ndryshëm të fiseve kanë ku kanë. Më rëndësi është a merr dikush edhe mbron o njerëz. A ka dikush që mban pjesëtar të fisit ti, o mbron, më siguron edhe më mundson me bën jetë normale duke adhuruar Zotin tëm. Çka s'po lipi më shumë. Edhe e kemi përmend dersën e kaluam që e shfrytëzon të kohën e haxhit kur vinin fiset e ndryshme arabe për me kry haxhin në Mekën, pejgamberi alayhi salatu wasalam takoi me ta. Edhe takim mas takimi, fis mas fisi, pejgamberi alayhi salatu wasalam i bën mu taku me 6 burra të Medinës, të cilët kishin ardhur në Mekë, ja paraqet pejgamberi alayhi salatu wasalam Islamin, nuk i thot apo merrnin në Medinë, po në herë që ja paraqet Islamin, bëhen musliman dhe shkojnë në Medinë. Mirë. Kur vjen viti tjetër, që ta 6-tit vinë i binë dhe 6 tjerë bëhen 12. 12 burra kanë ardhur prej Medinës, mu taku me pejgamberin alayhi salatu wasalam 12 musliman. Pa u po kur pe 6 tjerëve prej tyne, pa u po kur pejgamberi alayhi salatu wasalam me ta janë bë musliman. E kur e po pejgamberi alayhi salatu wasalam që në Medinë Islami po mu i ka mushtri lehtë, edhe po mu i ka me hy lehtë, edhe banorët e Medinës po e pranoi kanë lehtë, atëherë këtu filloi me ai llogarit disa gjana, llogarit ndryshe. Pse banorët e Medinës e kanë pas këto të lehtë? Për arsye se banorët e Medinës kanë jetuar me jehudi. Do të thoni kanë pas jehudit në Medinë. Edhe ata gjithmonë jehudit janë krenu edhe janë mburr para idhujtarëve arab, ose dha Hazraj dy fiseve të Medinës, ka thonë se na te prit një pejgamber kur të vjen na kena mu rreshtu mastina dhe kena mu vrap kretve. Në llogarit mentaliteti i jehudive, vjen pejgamberi na kena mu vrap me ta. S'vjen me pejgamberi me vrap njerëz. Pejgamberi vjen njerëz të vrap, njerëz të dekun me ngjall saj, që është pa besim ajo është zemër e vdekur. E kështu që ata me banorët e Medinës, lajmet për pejgamberët se pritet me orë një pejgamberi kishin të ditura. Domthonë nuk ishte diçka e papritur për ta. Për ata dhe u bën musliman 6 parë, pastaj në vitin kjo ka ndodhur në vitin e 19 të shpalljes. Në vitin e 12 vin 12 burra. 10
vinë të fisit Khazraj edhe 2 vinë të fisit Aus. 2 fiset në Medine nga njëherë përzihen. Mirë po për me mojt men, ma let, është se fisi Khazraj, emri më i madh, fis më i madh është. Pjestor ka pas më shumë. Fisi Aus, fjalë më shkronja më pak, fis më i vogël ka qenë. Pastaj edhe një detaj tjetër që për me mojt men me lidh kështu në mënyrë logjike me mojt men më let. Sad ibn Muadhi. Sad ibn Muadhi, emën më i shkurt ka qenë kryeplak ose kryetari i fisit Aus. Sad ibn Ubade, emën më i madh ka qenë kryetar i fisit më të madh, fisit Khazraj. Edhe tash fisi Aus dhe Khazraj kishin pas luftra të vazhdueshme mes veti, sepse jahudit vazhdimisht i kanë mojt në tension këto 2 fise në luftra. Që ata me jetu në korrez të këtyne, këta bojnë luftë, ata me jetu rahat. Edhe i kishin lodh lufta, domthon 2 fise, 2 vllazni. Ata në fakt ishin kanë 2 vllazni, po stajnë po 2 fise, edhe lufta të vazhdueshme. Edhe janë lodh. Tash kur vin 12. Çfarë do të thonë kjo 12? Domthon 6 janë bë musliman, i kanë prodhur 6 tjerë, domthon secili prej tyre ka punuar dhe kanë për 1 vjet. Mirë, anol me çtuna me menu, edhe me llogarit. Me thonë unë që 1 vjet falna. Që 1 vjet ja kom nis mu fal. A e kom pru dekan xhami për 1 vjet? Apo halo i kom bo 1 vjet, 2 vjet vet jam të ardh. As shok, as familja s'kërkan, s'kam arrit me i pru në xhami. Mirë, nëse ka shku 1 vjet, edhe s'ke mujt me pru dekan xhami, nuk është e sapi mirë. Domthon, ja e ki shoqërinë edhe rrethin shumë të ranë, edhe s'marrin vesh hiç, edhe s'ngojnë hiç, ja se s'ju ke fol hiç. E tash këta, në një vend ku kanë i përhapur idhujtaria, shirkun Medine, kanë arrit që secili prej tyre, ndoshta po tham parafërsisht kështu, në mesatare secili prej tyre mas 1 viti me ardhvet i dyti. 12 burra po vinë. Edhe folin me pejgamberin alayhi salatu wasallam, thotë na bë 12 musliman. Gëzohet pejgamberi alayhi salatu. Thotë edhe e kupton që këta po japin shkëndijat për me pranu pejgamberin alayhi salatu wasallam, me pranu davetin e tij, fenë e tij dhe me përhap ato. Edhe ja u merr besa. Thot po besato me pra. Besa, kjo quhet beslidhja e parë, ose akaboja e parë, të vendi Akabe, që është të gurtë në Mena, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka folë me ta, edhe secilit ja ka marrë besën me dorë. Me ma dhon besën se s'keni i bo shok Zotit. Pastaj nuk keni me shpif për Allah, nuk keni mi u friksu kërkujt, për deri sa jeni në të drejten, edhe s'keni me lëshu pej për kësoj fejë ukry, ja dhe në besën. Mirë, pejgamberi alayhi salatu wasalam, për me fuqizu rolin e tyre, edhe për me shtru davetit rrugën, edhe me bon infrastrukturë pak më të fortë, ja u jep edhe Musab ibn Umairin. Një sahabi, i kanë shumë, një djalë i ri, një mësus i mirë, ja u jep për mësus Musab ibn Umairin në Medine. Shkojnë këta në Medine, Musab ibn Umairi për 1 vjet, gjithët davet e banë. Gati thuja se për 1 vjet nuk mbet shtëpi në Medine pa hyrë Islami. Mësusin e mirë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam jo rastisht e ka zgjedh Musabin, se ka quajtur Abu Bekrin, ose se ka quajtur Aliun, dy ka pas në Mekë, mirë, po më i përshtatshëm për mentalitetin e medinalive, edhe si mësues ka qenë Musab ibn Umairi dhe ka dhënë Musab ibn Umairi. Tash, domthon ky takim ka ndodhur vitin e 12 të shpallës të Kuranit. Tash vjen viti 13, Haxhi 13. Vin 72 burra prej Medinës krejt musliman. Domthon për 12-ve 72 plus nuk kanë mujt me orë krejt muslimant. Ama në mesin atyre që kanë orë në Haxh, e që ka pas edhe idhujtar, kanë orë këta 71 ose 70 e kushtat burra që janë bë musliman. Tash pejgamberi alayhi salatu wasalam e pa që mirë. U rregullu infrastruktura, u bë rruga edhe u rregullu për me shku në Medinë. Mirë po hala nuk e ka lejen për me dal prej Mekës. Ai po e pret. Pse po e pret pejgamberi alayhi salatu wasalam? Çka e merr mendja? Pse po e pret që duhet me dal prej Mekës? Sepse ditën e parë kur i ka ardhur shpallë, kur ka shku te Waraka ibn Nawfal, te kushërini Hatixhës, ka thonë sikur ti shajri më të nimu kur të kanë më të nxjerr prej Mekës. Domthon ka me orën në ditë që kimë lëshu Mekën. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam po shpreson shumë që e gjeta vendin. E gjeta Medinën dhe aty do të shkojë. Tash besatohet me këta 70 burra ose 72 burra, një ka një për dore. Besatim i burnis,
besatem në emër të Allahut se kemi me i kry do punë dhe s'kemi me heqtur. A kemi nevojë për çësi besatimin? Kemi nevojë për çësi besatimin? So punë ti marrim edhe i lëm gjyst. So përgjithësi ti marrim, ose sa përgjithësi duhet me i marrë dhe si marrim. Mirë, kur ta dhash besën, se unë në emër të Allahut, ja e kry që të punë, ja s'vi më këtu. Ose s'dok në këtë pari. Mundem me kry. Mirë, po si të themi inshallah, a mundesh me kry që të mundi? A mundesh me i thirr çështë, a mundesh me afru që, a mundesh me përshpërndar që ders po inshallah, mbetet me inshallah dhe kur s'është bë kjo. Pse? Sepse mungon që besatimi, i cili është rrojën e ka në Islam. Që pejgamberi alayhi salatu wasalam secilit burr që është bë musliman ja ka marrë besën me dorë, ndërsa grave nuk e ka dhënë dorën, ajo dihet, mirë po e ka caktuar një grua kur ka pas turma të mëdha të grave që janë bë muslimane, e ka caktuar një grua dhe kanë shkuar asaj gruas në emër të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ja kanë dhënë besën. Çka po ju lyp pejgamberi alayhi salatu wasalam këtyne? Po ju lyp disa gjëra. Po thotë e para, me më dhonë besën se keni me më ndëgjua dhe me më respektu. S'ka me thonë tani po më mërmenja. Valla që ta s'mujna, me thonë pejgamberit alayhi salatu. S'ka, apo dani më pranu mu si pejgamber? Po, s'ka më thonë jo. Pastaj, keni me më ndihmu. Keni me më ndihmu ndihmë financiare. Do nuk ka me pos nevoj financiarisht në. So në kur talon Mekën në vijë me dur gjepa, kam i prun shokët musliman, me të cilët kanë mu detyru me lonë Mekën, kanë me orë dur gjepa, du të më ndihmu. Pastaj, kur të fillojmë me ndërtu shtetin, gjithashtu du të më ndihmu, sepse na s'kemi, keni më ndihmu financiarisht. Keni me urdhëru për të mirë dhe me ndalun nga e keqe, dhe me prahop islamin. Edhe keni me mbrojt prej njerëzve nëse musulman dikush. Edhe japin besën njën nga njën. Ta japin besën që me vdek po, ama që tu me i thy jakër. Edhe u gëzu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mi po në këtë rast, është edhe Abasi, mingjë i pejgamberit alayhi salatu wasalam me ta, sepse Abasi nuk ka mund me shprej ndihmën ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam haptas, po kur nuk është shkëput prej tij emocionalisht. Do të gjithmonë u shkon emocionalisht me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe u kanë i ri. Do të pak dallim në moshë kanë pas me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Abasi merr pjesë këtu, halo, s'osh musliman. O to burra, a jeni të ditë çka jeni të bë? Ata të po. Thot, si mas syne kushteve. Jeni duke rreziku familjen e juaj, jeni duke rreziku veten e juaj, sepse kanë më ju shpall luftë gjitha fisët jo muslimane. Thotë, nëse mundeni me mbrojt, merrni, nëse s'muni lëna i neve, qysh e kena mbrojt te sa dhe mbrojmë hala. Amo nëse e merrni në besë për me mbrojt, merrni. Jo, lënë këto, onë e mbrojmë na çështë, qysh mundemi e mbrojmë. Edhe të thënë se nuk ka me mujt dikush me mrritë pejgamberi alayhi salatu wasalam, përderisa në Medinë, edhe me i bë diçka pa shkel mbi trupat e tonë, të familjarëve tonë, fëmijëve tonë, xhenase. Nëse na bën çështu atëherë mrrinte pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe u gëzu pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe më njëherë po ja jep lajmin sahabëve se duhet me bë hijrat. Kjo u qëjt akaboja e dytë ose akaboja e madhe që pejgamberi alayhi salatu wasalam u besatu me mbrojt edhe me kalun Medinë. Me mbrojt masi të kalon Medinë. Edhe ju tha sahabeve, shokët vetë filloni më u shpërngull si cili qysht mundet. Sa i pejgamberi alayhi salatu wasalam vetë s'u bëj baqare. Kështu që si cili qysht mundeni, runu, sepse na kanë nën shenjë edhe e kanë marrë vesh. Se qa dojmë me ba, runu se cili let ban hijret qysht mundet. Thuhet, një transmetim, nuk është shumë i fort, po gjithashtu është i pranun shumë sa i përket historisë, se Iblisi, Allah e malkuft, ka hyp në një kodër pak si të nartë mina edhe ka bërtit me Zot lartë. O, Kurejshit, është ka bëhët marveshja kundër juve, më jurftu juve. Në Akabe. Nësën e ka përballu Iblisi këta. A mundet me ndodhë kjo? Mundet me ndodhë. Mundet me ndodhë. Për ata dhe zdi, so e so pun të hajrit, e so pun të mira, po nolën qysh në start. Qysh këtë pse? Sepse reklamat e shumë të tani po del loj Iblisi aty. Se kjo është Iblisi shejtani, mi po del loj Iblisi, edhe pastaj del me sulme, del me etiketime, del ashtu, dhe hala pa janis një punës të hajrit, po mbyllet. Pse? Sepse reklama. Edhe më lidhen Kurejshitët, kur e dëgjojnë këtë zanë, se ju më rrinë Mekë këtë zanë, edhe shkojnë
të Medinalit. Mirë po në Medinalit, përveç këtyre 70-ve, ka pas edhe tjerë që janë kanë jo besimtar, idhujtar, sepse haxhin e kanë kryer edhe sa kanë qenë idhujtar. Edhe thotë, a është e vërtetë që i keni bërë marrëveshje me Muhamedit ju më na luftu neve? Ata thotë, jo, i betohen zotat e ty, thotë, jo, ne s'kemi po. Edhe se kanë ditë ata, se për arsye se pejgamberi alayhi salatu wasalam këto fjalë dhe këtë marrëveshje ka bërë vetëm muslimanët. Edhe ata e bedin që po sillet diçka, po nuk kanë fakte. Mirë. Fillon me bo hijret, sahabët, njën nga një, dë nga dë, me familje, me fëmijë, kush ishte qysh mundshin, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam po pret me i dhënë leje Allah. Ebu Bekri ish bo gati dhe po dënë munis. Thot përit Ebu Bekri, se ndoshta dhe mua mjep Allahu leje. Ebu Bekri e kupton që pejgamberi alayhi salatu wasalam pas ka qef ose ka bo plan me bo hijretin bashkë me ta. Mi po Ebu Bekri kur e dëgjon këtë fjalë nuk rrin. Pa adha i bëhet gati. Tash ma vënë shumë se qysh bëhet gati Ebu Bekri. Edhe të partë që kanë bëhë hijret, janë nisë për Medine. Subhanallah. Pelon me lon shpijen, milon familjartë, që janë kanë jo musliman. Dikush s'ka mujtë mi morë edhe fëmijët nështë. Me lon pasurin, me lon gjithë shka. Pse? Me shpëtu që të vej. Më në fetarin që e kam me rujtë, për ndryshe në Mekë s'po ka mësi më me rujtë. Sepse, të më në torturat që se loj, sa që njerëzit po devijojnë. Më në lanë gjithë shka lanë, për me e rujt fejen të cilën e këshin pranu, fejnë Islam e fejnë e vërtet, edhe për ata janë njerëzit më të mirë dhe Allahu në disa vende në Koran i ka lëvdu. E i pari, që bën hijret, është Ebu Seleme. Kështu të thujnë historianët. Ebu Seleme, Ummu Seleme, on dy njerëz, dy musliman të bereqetshëm shumë, grua burr, mirë po një histori të dhimbshme e kalojnë të dytë, pastaj Ebu Seleme vdes dhe do më vritet në fakt, edhe është interesant historia tyre, po ky i pari nisët. Pasti nisën edhe të tjerët, si kurse Suhejb Rumi, pastaj Bilali, Ibn Umi Mektumi, edhe Omeri dikur, në kryet 20 vetëve nisën. Mirë, çka i ndodhi Ebu Selemes është interesant, hijreti Ebu Selemes, edhe Ummu Selemes është shumë interesant, shumë i dhimbshëm. Ebu Seleme e merr gruan edhe e merr djalin, edhe nisën për Medinë. Lanë pasurin, lanë familjen, lanë Mekën, lanë shtëpit, lanë gjithë shka me shpëtu prej zjarrit xhenemit me rujt që të vej. Edhe i dalin rrugë familja e grus. Edhe i thënë mirë, ani ti shko ku dush. A mu bien tënë s'ka me morë, edhe i morin Ummu Selemen me zërë edhe ndojnë prej Ebu Selemes. Tash familja Ebu Seleme, do më në burrit, që edhe ani ju merë në bijen tonë, po djali është juni, edhe e marrin djalin prej Ummu Seleme, edhe qashtu ngre ata, tërheq ata, janë nxjerrin krahin prej venit Selemes, do më djalit vogël. Edhe Ebu Seleme u nis për Medinë, Ummu Selemen e mshilën familja vetë, që mos me shku të burri vetë, djalin e morën familja Ebu Selemes edhe u ndajtën të tret. Ummu Seleme, radhiyallahu anha, çdo ditë delte deri te veni ku e ka nda për fëmijët vetë. Çonte deri sa u latte. I harxhonte lotët edhe kthehej te shtëpia. Subhanallahu, gjithë të tortura për çka? Do më për çka pja bojnë ata, po e dim llojin e tyre. Mirë, po çysh po e përballojnë këta njerëz? Për ata kanë qenë njerëz të mëdhej. Për ata Allahu i ka zgjedhur me jetu me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Derisa një ditë një kusheri i Ebu Selemes i thot, çka jeni të bëmë me këtë grua? A keni najtëro njerëzi? A keni najtëro rahmet? Pse si jepni fëmijën? Çka ju duhet fëmija i saj? Hiç nuk po ju mërzit. As hiç nuk pja lëviz ndjenjat kur e sheni çdo ditë që del çon deri sa të harxhohet me lotë me fuqie me kret. Edhe ja japin fëmijën. Thën merr fëmijën. Edhe shko qëtash. Edhe niset Ummu Seleme me fëmijë, rrin Medinë edhe takohet me Ebu Seleme, e vazhdojnë jetën e tyre derisa vdes, pastaj vritet në fakt Ebu Seleme.
Gjithashtu është interesant se secili sahabi ka historinë dhe ka tregimin e hijretit vetë dhe shpënguljes. Suhejb Rumi thuhet që ka qenë rob i nxënën prej romakëve. Romak ka qenë. Suhejbi Romak ka qenë në zonën robë dhe ka jetuar në Mekë. Tash Suhejb Rumi merr çka të mundët prej pasunisë vet edhe niset për Mekë, për Medinë vet. I dalin në rrugë mushrikët. Edhe thënë, ti thot na ke ardhur sklav ke qenë këtu rob, s'ke pas kukrën e dinarit. Edhe gjithë këtë pasuni e ke fituar në Mekë këtu te na dhe po dën me marr me ik, ku ke pati kështu? Thot Suhejb Rumi, thot vallahi, po ju kallzoj diçka. Ma mil shamaudhën. Largon, se s'u kam hakur gjë. Mirë po ta dini, e dini ju thot unë sa shejtari mirë jam. Çto shigjeta që i kam për mas. Pa i harxhuar juve nuk e lëm. Edhe e dini ju çysh i qëllojunës që së më huqas njona. Po jelëshën më rrugën, jo se kam ju gju me shigjita, ja se po ju të regoj ku e kum shef, pasunin shka një merde. Veç lenum të eci. Mirë po ato më shrekt, njerës dënjos, që kanë me gjithsas për dënjos kanë jetu, i thëjnë mirë, ku e ke pasunin edhe e lanë. Kur vjen në Medine, Suhejb Rumi, pastaj takohet me pejgamberin alayhi salatu wasalam, masi përfundon hijreti, ka qenë pasunik. Edhe vjen me çatë pasuni që ka mujt me marr me dorë në xhepa, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, masi e merr vesh tregimin e Suhejbit, thot Rabbi Halbay o Abu Yahya. Abu Yahya do të Suhejbi, pas ka fituar tregti. Pas ka fituar shumë. Çka fitoi? E hubi këtë pasunin, mirë po me to fitoi xhenetin. E fitoi xhenetin edhe e rujti fen, e vetë edhe më të vërtet fitoi Suhejb Rumi. Gjithashtu përmendet për Omerin radiallahu anhu, po nuk është e vërtet si tregim, se ka shku në Mekë, i ka fol 2 rekatet e qabja dhe ka thonë unë jam të shku për Medinë qëtash, kush do në melon nonën të vajtu, edhe gruën pa burr, le të mdel mas kodrav. Këtu nuk është e vërtet që ja ka thonë Omeri këtu. Kjo as nuk e ul burrnin e Omerit, as nuk e ban ma burr Omerin, po është tregim që s'ka ndodh. S'ka ndodh. Fundja pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë edhe më trim se Omeri, po s'ka bë këto. E vërteta është se Omeri thot, jo morr vesh edhe me 2 persona që mu taku jashtë Mekës, secili vet tinës edhe mu taku atje. Këta 3 persona kanë qenë Ajashi edhe Hishami. 3 e kanë nën pikën ku kena mu taku edhe tani me vazhdo rrugën. Thot, ka ardhur Ajashi, Hishami s'ka ardhur. Hishamin e ka nol familja vetë, thot, edhe është sprovu, me sprovtron, edhe ka ronë sprov se ka dezertu për Islamit, Allah në rujtë. Mos ka bujt me bo hijret, e kanë marë familja vetë, e kanë torturu dhe i në qatë shkallë, sa që ka thonë po heqi dorë për kësaj feje, së më bëjboj torturët. Edhe për ata djetarët thënë, është sprovu, me sprovtron, dhe më thonë, për me lanë fejen, edhe e ka lanë fejen zotin në rujtë. Për ata vëllëzni, njerëzit muslimoni nuk duhet me rreziku me fejen e vetë. Sepse nuk dihet cilën fitne e përballon, cilën se përballon. Ai cili ka marak parët për shembull, nuk duhet me thonë hajt ta provoj apo mashtroj apo mashtroj. Arsye se me fe nuk luhet komor. Me feja nuk shtihet nëpër komor edhe bigjose, sepse është e madhe, është e shtrejtë. Hajt ta këshyri sa po mund me përballon. Ai tjetri është domosdoshmë sprova e tij ose pika e dobët e tij është ndaj grave. Thotë hajt ta provoj sa po mund me durvo vëllaje. Feja është kjo. E provon ti po bëna kis kthehesh më. E lën çaty ku po do më shku, e lën te parja, e lën te femrat. Ai tjetri famën, hajt ta provoj dhe ku po mund me mrri me famë dhe me përballu, e lën bana atje. Hajt ta provoj çto, nuk duhet me bë prova me fe. Ose me fetarin ton, për arsye se është e madhe. Ja rasti konkret, edhe pse kë nuk bani prova, mirë, po nuk mujti me bëj hijret, nuk mujti mu largu prej Mekasve, edhe e kthyn, e torturun edhe dezertoi Zotin e rujt. Ndërsa Ajashi u takun me Omerin edhe unesën. Pak pa mrin Medine. Pak pa mrin Medine, Ebu Gjehli edhe një kusheri tjetër i Ajashit e takojnë rrugë. Edhe i thojnë atina, nona jote e smutë të dek. Edhe ka thonë unë nuk ha buk, as nuk pi, as nuk flej, nuk shti gjomë sy, pa e po djallin. Hajde veç shehe. Edhe tani, më nësh më këthuja pet Medine. Omeri të Ajash, mos e janë të dosh më të abo, lojen.
Janë të doshme të këthy, ade këthe unë me Mekë, tani vjen Medina. Thotë janë të doshme të abo lojën këta, kanë bo planin me të nalë në Mekë dhe me të tërturu masanej. Edhe ajo që e kanë gjetë pikën e dëpt, si kurse sot, ata që e sulmujnë fejnë mundohen, kur dojnë me sulmu dikanën, ja gjojnë pikën e dëpt. Ja gjojnë pikën e dëpt dhe sulmujnë që atë. Ajo që i lidhë shumë me nanë, ka në edhi shkanë, veç për shkoj për shononën, në apet viqtë. O, thotë mos shka përse janë të doshme të mashtu. Du me shku. Thotë ani mirë, merë devën temë. Merë devën temë, se është e shpejt, nëse i shetë që përdojnë me të bëti shka, shpejt e këtën devën edhe ju i këtyne, këta sot të më rrimë pëstaj. Ukri, e merë devën o mirit. Mire po Abu Gjehli. I thotë atina, a banë thotë i ndrojmë devët, bëse që jemi asusht ka heciq. Të ndrojmë devët, so unë e pesh ma shumë edhe po më do këtë që e kom ranu. Thotë po mërë, del, si del në devën. Ata e morin devën e shpejt, kapja kapin kërpishin e devës e drejtën Mekë. Edhe e mojnë i këtë gatë e torturojmë, po prapa rinë këmë e shpëtu. Edhe me bo hijret. Shpëton mirë, po normal që sprovohet me qëtë sprovë. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam mas 2 muaj gjysve, masi që e ka bo besatimin të Akabaja, i vjen urdhri prej Allahut me bo hijret. Se pejgamberit alayhi salatu wassalam shpesh i shkon te Abu Bekri, a jemi gati, jemi halafat, Allah s'm ka urdhë, Allah s'm ka. Mon pejgamberi alayhi salatu wassalam s'ka lëviz pa urdhër. Në Mekë po flan, ata po bëjnë plane me vrar, mirë, po si ka urdhër dhe me lëshu Mekën se lëshon. Sepse nuk lëviz prej menës vet, as nuk vepron, as nuk flet prej menës vet, po flet me shpallje. Derisa e përmenin historian që kokët e morshrekve janë në mbledh në njërën prej shtepive tyne edhe pe bojnë plan qysh me i dhonë fund Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë mezhles vjen edhe një plak i thinjur, do kime të ralla në ftyrë, edhe thot jam prej Nejdit, Nejdi një vend larg prej Mekës, a bën thot me hynqët Muhammedit juvin se dhone kam disa ide që besoj se ju vyn juve. O kryto të urna, kjo është iblisi. Kjo është iblisi. Të shumë për përballën ta vetin e pejgamberit alayhi salatu, si kështë e gjenet s'mujnë e përballën. Edhe janis mu falë, sa janis mu falë, muslimoni ose muslimonja. Thot edhe pastaj thot vallai kur ti namaz, një farë drill dhe një farë temperaturë, po sonë përballën, shejtani sonë të përballu namazin tan, për ata të dosh më të nol. Kuptoj këtë. Më vjen një farë frikë, s'mujnë mu falë vetë, mirë, merr masa. Mirë po dije që shejtani sonë to e përballu më të po ty të falë. Edhe këto iblisi s'po mundet me përballu që pejgamberi alayhi salatu wasallam me shkon Medinë, me bo musliman Medinë, me ndërtu Medinë në shtetin e Islamit dhe pastaj me përhap Islamin për aty, s'po mundet me përballu shejtani. Edhe vjen fort njerit si këshilltarët urna. Sepse këta idhujtarët po e dinë që pejgamberi alayhi salatu wasallam po shkojnë në Medinë. Atje Medinasat bëhen musliman, pejgamberi forcohet, gradualisht fise mas fise, bëhen të fortë dhe vina i marrin Mekën. Edhe flet njoni i pari, Abu Aswad, thot unë mendoj që me largu për Mekës, ku dush le të shkon. Qafën le ta thënë, a më këtu me lanë Mekë jo. Thot iblisi, jo, sa është kë mendim i mirë. Thot se kjo thot asë keni po sa amal full, i ka fjallë të amla, me kënd të takuat, me kënd të full, e ban për vetit. Kështu që ku dush me shku kë, apet ban njerës. Unë ofrën njerës, ban gjemat. Mirë, so është ideja mirë kë. Pas ta i flet tjetëri, Abu Bukhtari, thot mendoj me mshel me një vend të erët, ku s'ka as dritara, s'ko gjo një dirë të fort, edhe mëse mujtë kush me i full as kërë me po. Thot iblisi, ja, s'kes është mendimi mirë. Sepse fjallët e ti as mori nuk i nolë. Dalin edhe për te i morit, e blesbe? E bles, shejtani. Quhet i treti, kush mërë më kanë i treti, po se Abu Gjehlit. Thot, unë e mendoj burra kështu. Jemi 7-8 fise ose familje kryesore të Kurajshetve. Pe mormi ka një djalë të ri, pe i secillit fes. Edhe bohën krejt bashk, krejt le ta mysin për njëherë pejgamberin alayhis, do Muhammedin, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe tash shpërndohet gjakun krejt kabilet. Ata su luftojnë me krejt. Edhe çka bojmë? Him bisedimi dhe me diçka pe u shpagujmë gjakun, ajo po më qindeve, edhe hequm qafe. Abu Gjehli, me myt. Thot shejtani edhe kë nuk është mendim i mirë, po unë e përkrahoj çta.
Unë e përkroj që ta dhe që kjo është pak ma i sigurt. A besheni që shejtoni se din të ardhmen? Se të kishtë di të ardhmen, kishtë tonë, o së mëni me mytë, ja, së mytët kënjeri. A ma ka thonë, hajtë pas me mysë. Të thonë, asë shejtoni, asë gjini, asë iblisi, asë kërkush nuk e din të ardhmen. A ma qysh apet faltori i mashtërë njerëzit, duke, ja u të regu kështë të ardhmen. Të thonë, shejtoni së pedika, me loqet se din, njerëzit se din, faltori ka pedin. E të thonë, asë iblisi nuk pedin të ardhmen, se pejgamberi alayhi sallam nuk vritet, ai ka me jetu në Medinë, ka me përmbush islamin, po të hajtë se ta vrojmë. Edhe më lidhen këta djemt, edhe caktojnë kohën kur me shku me vra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këta si duket, këtë takim e kanë mojt para dite. Në mes dit i vjen Gjibrili pejgamberit alayhi sallam edhe çul shoj shtëpinë. Largo për shtëpisë. Edhe shkon të Ebu Bekri në pik ditës. Në pik ditës të Arabt për para, po të ashtë gati nuk del kërkush për jashtë, se vape modhe. E pejgamberi alayhi salatu wassalam shkon të Ebu Bekri. Edhe të rëket ndërë. O që e të regën, të si fëmi, do më thënë, është fëmi i vogël jo, shumë, po, si e rej, thot, për shumë pejgamberi alayhi salam, po të rëket ndërë dhe e ditëm që ka ndodhë diçka, se nuk vjen pik ditës, në 12 ora, 1 ora, s'dilet jashtë në Arabikë. Edhe thot, si e ka qelë derën, i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam babës, Ebu Bekrit, a jemi gati, se më ka leju Allahu me bëj hijrat. Thot Aisha, kur nuk e kum pa babën dem të kojtë qështu si fëmi. Për gëzimit që Allahu e pas ka zgjedhë Ebu Bekrin me qenë me pejgamberin alayhi salatu wasalam në udhtimin më të rrezikshëm, më të rëndësishëm, udhtimin i cili e ndron historinë. E ndërën rrjedhët e historisë. Thotë si fëmi ka kojtë. Edhe i ka thonë, oj dërgumi Allah, 2 deve i kumbo gati prej mati, që 2 muaj jem t'i moj 2 deve. Të thonë, këtu del në pak kush është Ebu Bekri. Si dhe sahabi, deve në vetë, kalin e vetë nëse kishte, familjen e vetë edhe unesën. Të thonë, nuk i ka shku në armen kërkujt, me thonë, t'ja bëj edhe një deve talon që të për pejgamberin alayhi salam. Po se Ebu Bekrit, a i ka bot 2 deve, një për vetin, një për pejgamberin alayhi salam. Thot 2 deve, une i kom marë edhe i kom të mijat që 2 muaj jam t'i mojtë. Të të prit tyje. Thot të koft një ona falë. I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur të shkoj Medinë të paguj. Pa pare ju, Medinë të paguj, amo, edhe devet i lanë të shpia, nisën dalin të dëtë edhe Ebu Bekri edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe shkojnë në shpellën Thawr. Shpellë që është në Mekë, që që tashtë mund gjitën ka më shumë problem, që janë gjitë atëherë, veç Allah e dinë. Dhe më thënë sa kanë hek, edhe sa janë lodhë për më gjitë atë shpellë, edhe pse natën kanë dalë, që mësë mi po. Hynë shpellë. Është interesant se shpella, ku kanë hy pejgamberi alayhi salatu wasalam, që kanë qëndru 3 net, është njok, nuk është ka udha për Medinë, është e kundërta. Është e kundërta. Sikurse, me dosh për shembull prej Ferizajt me shku për Prishtinë, një hermonis ka Shkupi, në 1 kilometër 2, tani me këthe udhën. Pse ka bo këto pejgamberi alayhi salatu wasalam? Për me hub trak. Sepse mushrikët kanë thonë pejgamberi Muhamedi u nis për Medinë, tur ka udha Medinës, kërkuj si ka shku mene që ka shku mbrapa. Edhe kanë shku shpjellë. Mirë po, mushrikët, të thonë, qaq janë kanë të interesu me gjithë pejgamberin alayhi salatu wasalam, qaq kanë dhonë gjithë shka për me gjithë, sa që kanë arrit me shku deri të hymja e shpellës. E kanë gjithë menin. Edhe pse pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka marrë masat që me humbë gjithë gjurë. Esma, radiallahu anha, qika Ebu Bekrit, vajza Ebu Bekrit, ja u bën bukën gati dëve babës dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam edhe nisën. Djali Ebu Bekrit, Abdullahi, shkja qënte bukën, edhe shkënte natën, flente me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe Ebu Bekrin shpellë, ndërsa ditën para sabahit vinte në Mekë dhe kishe do në Mekë shkon edhe sot u ditë kuç. Që pastaj i merrte lojmet e ditës dhe ja çonte pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe Ebu Bekrit në shpellë. Bariu ose çoboni i deleve të Ebu Bekrit i çonte devet aty rreth shpellës që me i humb gjurmët e farkenve të Abdullah djalit të Ebu Bekrit. Ndohon gjithçka me plan, gjithçka e sofistikuar që mos me gjetë se ku është pejgamberi alayhi salam. Prap megjithatë Ebu Jehli edhe të tjerë mrin deri te hymja e shpellës. Para se me hynë shpellë, hynë njëherë Ebu Bekri, radiallahu anhu.
Edhe i thot ti njerë, se shpella erët, not erët. Masane, për shkon fitu friksu në shpellë Ebu Bekri, është friksu se mas konë në i farvërime, ku dolin gjarpnet, dolin akrejpat, mas pe kafshojnë pejgamberin alayhi salam. Thot edhe t'hinjune, edhe hin, tu prek Ebu Bekri, e shë që është një vrim aty e qëtë dërën. Prek me kam, është një vrim e mshel me kam. Prek një tjetër, edhe kër i mshel vrimat që e mërmene se i kam mshel vrimat, edhe s'ka mosi me orë në i gjarë në i akrep, i thot pejgamberit alayhi salam, hin qëtash. Hin pejgamberi alayhi salam. Edhe thuhet që Ebu Bekri ka kafshu në akrep, transmetimi nuk është shumë i fort, edhe pejgamberi alayhi salam shkon fjetën prehnin e tij, po Ebu Bekri për dhimbjes të madhe i kanë rollat, kur i kanë rollat në fytyrë pejgamberit alayhi salam i ka dalë gjumi. Ka thënë çaki, kur e sheh që e ka kafshu akrepi. Në mos ka desh mi aprish rahatin. Mirë, po e kalojnë këtu trinet, vjen Ebu Jehli deri te hymja e shpellës. Thotë Ebu Bekri, oj ndërgumi Allahut, veç me këshyr pusht. Subhanallah, Allahu nuk jam ka qu menin me këshyr pusht. Kanë këshyr nalë të shpella kështu. Pushtët me ilshu sytë pusht, thotë Ebu Bekri, na i shohin kont. Në që ka qështu? Me këshyr pusht na i shohin kont, mirë po kanë këshyr shtu s'ka që. Ajo meselja se Marimonga e kam shela të edhe një plom ka orë dhe ka bo strëfë dhe në vezit, ama këtu janë transmitime shumë dopta. Janë shumë dopta, se Allahu edhe pa këto e mbrojnë pejgamberin e Allah. Do mon janë afru të shpela, kanë shikun shpel, s'po shohin edhe këthenët. Edhe këthejen. Pastaj mas 3 netve, djali Ebu Bekrit, Abdullahi i merë devet dhe i bjen të shpela. 2 devet, edhe e zgjedhin Abdullah ibn Urejkit, ka qenë një gojit që i thëjnë sot, ai që i një rrugt, ka qenë i dhujtar mirë, po kanë posë besën ta. Ebu Bekri ka posë në besë ta dhe e kanë marë për mjau të regu rrugën. Edhe dalin për shpellës nisën, dit e hanë, nisën për Medine. Pejgamberi alayhi salam, përveç që është mshel në shpellë, e ka ndru kohjen e lëvizjes, domthonë nuk ka lëviz direkt ka Medine, por njëherë ka shku në kundërtën e rrugës të Medinës, pastaj i ka thonë këti do ta marrë rrugën e detit, që është këtë rreth Bregdetit, që nuk është kone lëvizma, ne njerëzit nuk kanë shku. Edhe janë nisë. Tash të rrugës, subhanallahu, është udhëtimi, më të vërtetë është udhëtimi më i rëndë që e ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasallam, edhe udhëtimi që kish me bë dikush, domthonë më i rëndë që kish me bë dikush. Po është më interesante, ka mrekulli të ndryshme në to, që do t'i përmendim shkurtimisht disa prej tyre. Nisën Ebu Bekri edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam deve, Abdullah ibn Urejkit po i tërheq devet e tyre dhe rrugës. Tash kur hyn shtëpi, te shtëpia e pejgamberit alayhi salam, për me vrasë shishin marrë vesh, Ali radiallahu anhu shtrat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ju dështon plani. Ajo se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka dalë natën për shtëpisë dhe e ka marrë një grosht plon dhe ja ka gjujt syve dhe pastaj i ka zonë gjumi, është transmetim i dobët. Është transmetim i dobët, mirë po thjesht pejgamberin alayhi salatu wasalam Allahu e ka shpëtuar prej durve të këtyre dhejtarëve. Tash plani dështoi. Ata ishin sigur se kanë me vrarë Muhamedit, edhe kryet puna e tij, plani dështoi, Muhamedi u nis në drejtim pa njohur, se dim ka gjitha pikat e planit dështum, Ebu Jehli, Ebu Sufjani, gjitha ata idhëtarët e Mekës thonë kush e sjell Muhamedin gjallë ja dekt. Në Mekë i ka 100 deve. 100 deve. Ma pasuni e parë që më kanë atë. Roll kushi që ka pas. Sot më thonë 100 euro është pak. 1 milion e më tepër. Kush e vjen Muhammedin sallallahu alaihi wasallam këto, ose kokën ja vjen 1 milion euro, ose 100 deve të tishtë. Nisën gjithë. Mirë po ju që mujnë me gjetë dhe me i ranë të rakë. Pos, njëni prej tyne, që ka pos amin Soraka, i cili ka jetu një vendbanim mes Mekës dhe Medinës rreth Bregdetit. E aj kër e njën këtë lajmë, Soraka për vetit regan, kër e njën këtë lajmë, ja bjen njëni, thot, qështu thot Muhamedi me shokun e vetë, po thojnë me kasit kush e bjen, e këthen Mekë, i ka 100 deve, kë Soraka ja ban me synjë, thot, mëse ban të madhë, e kjo vjen thot, i poshtot një 3 vetë që ngon duke ecë rrugës detit, ja bën Soraka me synjë, thot, jebe janë 3 vetë që ju ka hub diçka, edhe kanë dollë me kërku. Për dredhet pas tyne e merë kalin edhe nisët në drejtim pejgamberit alayhi salatu wasallam, ku ja ka përshkru kë personi, edhe i arrim. Soraka vetë, thot, kur ja afrova ofër, i shkon pejgamberi të lexu Kur'an. Se Soraka bëhet musliman më vën. Thot, i shkon të lexu Kur'an, edhe s'kthehej mrapa, heste. Ebu Bekri heri dilte përpara, herë mrapa.
Hera onash, djath, herë të mojt, herë ne. Thonë Ebu Bekri vazhdimisht shikon të rrugën, ose shikon të për rreth. E në një rast, kër e ka pyet pejgamberi alayhi salatu wasallam, i dërguar i Allahut, thot, kur po jam me ty, po më shkon mendja mos po na vjen dikush për përpara, dal përpara që le të nalën te unë para se më rritet ti. Pastaj shkon mendja dikush prej Mekës, na vjen për mas, po dal për mas. Shkon mendja që na vjen dikush në djath të mojt, po duam të rujtë që kështu që mos më rritet ti, pa kalu ka unë një. Edhe Suraka do në më afru me kali, edhe me kap pejgamberin alayhi salatu wasallam. Disa transmetime dopta janë se i sharrojnë kam të kalit. Mirë po, Suraka për veti thot, jam përplas për tokë, thot, ka gjujt kali për tokë. Suraka ka qenë kalor si fort, thot, ka gjujt kali për tokë, ka zonë thu, edhe ka gjujt për tokë. Mirë. E ka marr kalin për zdyti, kam dosh më afru, prap ka përplas për tokë. Për strejti, prap ka përplas për tokë. Edhe i kom thonë, o Muhammed, a ma shkru një letër, një garancian, që le të mund tokë, mos të më përplas më kali për tokë, se leje që mo nuk një e ki për mrapa, po dhe kush vjen që soj rrugë, kam i thonë që son shkënë i nasigurë se e kom kontrolu. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam, Ebu Bekri shkrepi një letër që ty. I shkru në fjalë që me këtë letër mo toka e sigurë nuk të përplasët, asë nuk dërëzohet kali, asë nuk rëzohështi. Edhe thënë historianët, subhanallah, Suraka në dul më ngjes për me Evropë pejgamberin alayhi salatu wasalam, u kthyn mbrëmje mbrojtësi më i miri tina. Edhe kanë të takoj ke rrugës e ke ja, kot lëpnin këtë rrugë se sa se e kum kontrolluar. Mirë, në këtë rast, kur u rëzu Suraka, është një transmetim që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë, o Suraka, ka me orën e ditë që për krenarën e mbrejtit persis keme vnu në kokti. Kjo se kam nu vesh. Në qka është kja? Për krenarën e përëndorit persis me vnu në, mirë po pastaj kur Omeri radiallahu anhu e shliran persi, edhe bjen po shteti persianve dhe ja sjellin stolit e mbrejtit persis Omerit radiallahu anhu, Suraka është në Medinë. Edhe i thot Omeri e merë për krenarën edhe ja vendos Surakës kryje, thot, po du me qunë vend premtimin që të ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ti e njekëshe për me vrajt, ka thonë ty, të ka premtu se keme vënu në kryje për krenarën e mbrejtit persis, e Suraka pastaj fillan me qajt, thot, më të vërtet so i devijum edhe so i hupt, dhe thonë jem kanë, unë e njekëshe njerin me vrajt që ka premtëjk. Pastaj gjatë rrugës, vëzni rrugtimi është i gjatë dhe me lodhje, pejgamberit alayhi salatu wasalam i harxhohet ushqimi, edhe thot Ebu Bekri rrugës, duke ecë pom një guri që është pak më i ngritun, edhe aty po shumë në hije, fillova mja rregullu vendin pejgamberit alayhi salatu wasalam, mja rrafshu pak që mos më vro shpinën kur vjen, edhe flejti aty. Pastaj duke qenë fjetun, thot Ebu Bekri aty pari kaloj një çaban, edhe pe i tha, ma jem do qumsht. Ma dha thot qumshtin. Pastaj të mura qumshtin, edhe ja shtova do ujt ftaft me ftuf pak qumshtin. Se qumshti kur del, prej kafshës delin nxehtë. Pjanërisht, qumshtin pejgamberit alayhi salatu wasalam sikur nona fëmijës. Thot ja qita do uj që me bo pak më të freskët. Edhe po i rritë kryt pejgamberit alayhi salatu wasalam se prishi gjumin. Derisa u quaj tha, moj dërguar Allah që ta pruna do qumsht me pi. Ma dha njëri që ty. Edhe thot piti pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë pa, dish që thot Ebu Bekri që përshkon këtë. Më të vërtet, kjo e tregon kulmin e dashurisë që e ka pasur Ebu Bekri për pejgamberin alayhi salatu wasalam. S'ka mundësi dikush me mërriqet pik të Ebu Bekrit me dasht pejgamberin alayhi salatu wasalam. Thot i kom thonë me pit qomsht, edhe ka pit qomsht qaq sa më ka knoq mua. Kush e thot këtë fjalë? Këtë fjalë e thot nona për fëmijën e vet të vogël. Kur si hanë fëmija mirë, thot po hanë, po s'pëm knoq, rrejshëm të qysh. Nona e ndin këta. Ebu Bekri thot, ka pi qomsh deri sa ma ka knoq zemrën se e porsioni. Kush e thot këta? Se thot këta, po se Ebu Bekri, për pejgamberin alayhi salatu wasalam, i cili e kam rrit kulmin e dashurisë. Për ata është ndërë, edhe duhet muslimoni mu lut, që me thonë, Allah, mund sa më tasho Ebu Bekrin. Takom me Ebu Bekrin veç, si takosh me Ebu Bekrin, takosh me kretë të burët e mëdhej. Pra ta e Enes ibn Maliku, kur i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam atij personit që ka pyet kur është kiameti, thot çka ke përgatit për kiamet? Thot s'kom përgatit diçka të madhe veç se e dua Allahun dhe dërgumin e tij. I thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thot njeri është me ato që e don.
në botën tjetër. Thotë Enes ibn Maliku, kur si na gëzu me diçka më shumë se me qëta hadith. Kur? Sepse kemi thonë e dojmë pejgamberin, e dojmë Ebu Bekrin, e dojmë Omerin, edhe Allahu shpresojmë me na rinjallë me ta, edhe pse se kemi punë të tyne. Edhe pse nuk i kemi punë të tyne, shpresojmë që Allahu me na rinjallë me ta. E gjithë këtë dashuri që e ka posë Ebu Bekrin, veç këtë dashni që e ka posë për pejgamberin alayhis salam, ja vlen me dasht, me loqën e zemrës. E lemo gjitha ato punë të mëdhaja, edhe gjitha ato kontribut të madh, të pa përsëritun që e ka bërë Abu Bekri për këtë islam. Për ata ky islam është i madh me njerëz të mëdhaj, është i madh me një Abu Bekr të madh. Edhe nuk tenton me shoh se më një lloz dikush Abu Bekrin sikurse shiat, edhe grupet e ngjashme me to, vetëm se dojnë me shkatru këtë fe, se erdhën në Abu Bekr bjen feja, sepse ky ka qenë burri më i madh i kësaj feje, mos pejgamberit alayhis salam. Pastaj vazhdojnë rrugën e Abu Bekri me pejgamberin alayhis salam, ushqimi s'u mjafton sepse i bojnë 8 ditë rrugë. 8 ditë rrugë. Edhe duke ecë kalojnë nga një tent e një beduinit aty, edhe ofrohet Abu Bekri dhe pejgamberi alayhis salam për me kërku ushqim, për na japin diçka. Pa bokë. Rrugë e gjatë, e mundimshme, e lëdhshme, frika, lodhja, raskapitja, zhegu, shkretina, gjitha këto ujë të bollshëm. Kur afrohen aty, në tendë aty një plak, edhe një dele e lodh, gati të dhon shpirt, të ngordh. I thot pejgamberi alayhis salam, a muni me na dhon diçka? Ne i çomshta nejsen. A ne i shlinja, djatha diçka. Thot ajo plaka, burri jam, i ka marrë delet dhe i ka qitë ketë larkë. Që to e këna lonë të shpia, se kjo dhe ashtu sun po hecë me ato, dhe është gati me dhonë shpirt. Kjo nuk mjelet, do mos ka qëmsht. Zdim që kam të i tjapëtët. Thot pejgamberi alayhis salam, am lejon të i afrona? Thot po. I afrot pejgamberi alayhis salam dhe e fërkon për funi barkut. Fillon me orë qumshti, e she Abu Bekri, edhe e she dhe ja gruja. Edhe pin pejgamberi alayhis salam, pin Abu Bekri, i mush enët ajo gruja, edhe thot, a ti thot i njeri, ai burri me ikës, që përdojnë është pejgamber, thot bone ja. Edhe bëhët, thuhet që bëhët muslimane kjo, edhe ecë pejgamberi alayhis salam. Kur vjen ai burri, thot, a ka ngordh deli halajo, thot, jo, ajo është se më mirë, thot, që sa qumshtin e kena mushtë. Qysh ndodhe kjo? Thot, kjo ndodhe se ka orë qështë të qëtu ai burri, ai pejgamberi që ka dolë prej Mekës që janë të lyp me vra, i thash që e kemi që dele qështu, edhe që, qysh po e sheti. Pastaj thuhet që kjo ka qenë Ma'bed, i kanë thënë, ndërsa burri Ebu Ma'bed thuhet që dhe burri është bë musliman, kur ja ka tregu gruaja vet mrekullim. Pastaj e vazhdojnë rrugën e Abu Bekri dhe pejgamberi alayhis salam, se rruga e gjatë, edhe para se me mrin Medine veç po e presin, sepse disa prej sahabeve kishin mrin. Gjatë rrugës e takojnë Zubejr ibn Awamin, i cili ka pastaj martohet me vajzën e Abu Bekrit, tu kthy prej Shamit me malltregtie. Kur e sheh pejgamberin alayhis salam, Zubejri është musliman, ja vjep do rroba të bardha, i vesh me tisha. Sepse janë lodhë edhe robot ju kanë planuar gjitha, edhe mrin në vendin Kuba. Kuboja sot është në gjithë me Medinën ku shkon. Edhe mi thonë diku që 4 neti ka kalu pejgamberi alayhis salam në Kuba. Qëtu ka bujt, e kanë ndërtu xhamin, kanë nejtë me qëta njerës, në Medina atje e kanë prit, mas 4 netve dhe ditve, ka shkon Medinë, thot qysh për këto në gjithë janë sot. Mirë po kështu kanë qenë atëherë vend banimet. Edhe arrin Kuba pejgamberi alayhis salam, aty e ndërton xhamin e parë, xhamia e Kubas. Ku shkon në Medinë, shkon edhe në Kuba më fal, 2 rekate nëta janë sikurse me boni umre. Kështu ja kalon Allahu këtë shpërblim xhamisë të parë në vendin, në këtë vend Bekum, i cili do të thonë si fshat ka qenë atko, ishte bë musliman edhe e pritën pejgamberin alayhis salam. Ndërtoi xhamin edhe kaloi këtu 4 net, pastaj e merr rrugën me Abu Bekrin edhe hin Medinë, e që pastaj
pritja e Medinalive, ku ka shku pejgamberi alayhi salatu wassalam, çka ka bë, çfarë mosa ka ndërmarrë, kjo domosdoshmë është ders veti, mirë po i morrim disa mësime për këtyre tregimeve që i përmend. Fillimisht, prej atyre që e përmendëm se akaboj beslidhja e parë dhe beslidhja e dytë e akabos, këtë tregon që punët e mëdha, punët e hajrit nuk kryhen pa vendosmëri. Kur s'ka vendosmëri, është mirë që njeri me obligu veten, me detyru veten, me naj zotim ose me naj betim. Për shembull, që e përmendëm rastin më herët, do të thonë që një vjetë falë në unë dhe kam shuk, kuj kam shuk të mi? A e kam shtiti kanë mu falë? A e kam shtiti kanë mu falë, unë aja? Ose a unë dikush prej fjallëve të mija, prej namazit tem, prej islamit tem, a unë dikush, a ka nisë? S'pa ku mu interesu për islam? Ajo, mirë, atër s'kemi vendosmëri. Ose problemi është të na, se s'kemi, do mos s'kanë pa, diçka që i tërhjek ata. Ose hala nuk kemi mujt me mëri, me javë gjetë kodin edhe me javë thy, kodin e zemrave që mi javë fjallën e Allah të lërsum. Dërsa për një vjetë nëse se banë këta, të mëna të hakerat e fort, nëse se arrim për pak minuta me i thy kodet, a i sështë haker. Dërsa neje po na vy një haker i cili e thënë kodet e zemrave të mbyllura me drynin e devijimeve, me drynin e shirkijate, me drynet që mi thy këta dryne. A të bona unë haker, një vjetë rrime dikanë dhe s'muj mja hek këtë dryn, Allah e shtirë. Këtu do bëhanë është një defekt i madhë, du të me zbuluna. E njëna për formave është që mu besatu. One du të me bëhë diçka për një vjetë, qka i lone i këti islami? A jam muslimanën e po? A du të me munu për islam po? A për shetë që ka punu e bubekë, që ka punu e tjetëri po? One qka du të me punu? Qka du të me lone në fejsë? A jam i fjallës që du të me lonë fjallë? A jam i shkrimeve që du të me lonë shkrime? A jam i legjerata që du të me lonë gjerata? A jam i pareve që du të me lonë pare? Apo a jam i trimnis që duhet me lanë, me të regu edhe me lanë trimni? Ku jam une? Cilin shteg du të me nëzone? Më shtegjet, kur të hapën shtegjet e arave, por mësë më në hy, dikush më në botë dama të mirë, cilin du të me mshelune? Cilin du të me mshelune? Ku jam une? Pastaj vllazni, kur i shohim me këtë lodhe kaq të madhe, edhe këto peripeti kaq të mëdha të pejgamberit alayhi salatu wassalam në udhëtimin e hijretit. Ndërsa në anën tjetër, derisa ne kalon kemi fol për udhëtimin e Isras dhe Mirajit brenda natës. Pse pejgamberi alayhi salatu wassalam u lë kaq shumë? Pse Allah nuk e hypi në Borak për 10 minuta prej Mekës në Medinë kishë. Pse s'ndodhi kjo? Ose dikush më të më thonë, gjatë këtë lodhe ka bë pejgamberi për me mërinë Medinë pejgamberi ju, ndërsa ju po thoni se ai ka mri brenda natës në qiellin e 7 mirë. Pse nuk mrini brenda natës në Medinë? Por mi të regu njerëzve se pejgamberi alayhi salatu wasallam fillimisht ban jetë njerëzore, dhe më thonë të mundësive dhe kapaciteteve njerëzore, nuk është jashtë toksor. Mirë, po kur ka nevojë me mbështet, me mrekulli mbështet Allah, ama për ndryshe ai ban jetë njerëzore. Han, pen, smuhet, mërzitet, gëzohet, hidhrohet, pajtohet, çon. Këtë këtu i ka pejgamberi alayhi salatu për arsye se ka qenë pejgamber njeri Allahu i cili ban jetë njerëzore. Mirë, po kur ka nevojë mu mbështet me mrekulli mbështetet, ama nuk është jeta e tij mu bë krejt duke fluturuar ose i paprekshëm prej njerëzve, sepse dikush tash kur vjen mastina mendon që ai tash është i umetit Muhamedit alayhi salatu wasallam. Si ti vështirësohet puna, brenda natës e fluturon Allahu dhe e qet me një shtet tjetër. Ja. Njeri ka me ecë sipas ligjeve që ka cek Allahu, që ka vendos Allahu këtë gjithësi. Edhe pejgamberi Allahut u lodh, sepse kjo është udhtim edhe mësim për njerëzit. Qështu keni me jetu, qështu keni me udhtu, qështu keni me udhëtëru ka njëherë me ikë prej një venin në vend tjetër, ose prej një shoqërie me një shoqëri tjetër. Mirë po, qështu keni me pas. Kjo është jeta. Kjo është jeta që e keni shembull pejgamberin alayhi salatu wasallam. Andaj, udhëtimi i hijretit nuk ka qenë qëllimi që me shfaq Allahu mrekulli, por me i tregu se pejgamberi alayhi salatu wasallam është ban jetë njerëzore mbrana kufive dhe ligjeve të njerëzve. E kështu që mos të menon dikush se tash janë nis mu fal, edhe mo kërkush nuk mundet me prejk me gisht. Kërkush nuk mundet me ia thoni fjalë të keqe, kërkush nuk mundet me ia prish disponimin. Ç'ka s'ndodh?
E kjo domethënë është prej qëllimeve kryesore për me i tregu njerëzve se kjo është jeta njerëzore që keni me bë dhe ju. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë në njerëzor. Pastaj për me tregu vujtjet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që nëse vjen dikush nesër dhe thotë unë ja kam nisur më fal, po më ka dhënë shuplak baba për shembull. Ose s'po më baba më fal të shtëpia, e çfarë do të më bëjnë tash? Çka ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasalam? Apo thujam ummeti Muhamedit alayhi salam, çka ka bëj? Ti për një shuplak do më lënë namazin, për një të shame do më hek shamin, për një të keshne, ose pse tu ka larguar një shok ose tu ka larguar shoqënia do më lënë fejen? Pejgamberi alayhi salatu wasalam la gjithçka, la me pasunie, la me shtëpi, me dur në xhep shkoj. Se do ta shohim dersin e arshëm ku shkon në Medinë me dur në xhep, ka nevojë buk me i dhon dikush buk s'ka. Selemo me i dhon rroba, e me i dhon vend ku me flejt, edhe për gjitha këtu. E kështu që kur ka vujt pejgamberi alayhi salatu wassalam, vujtjet janë të pritshme, mirë. Inshallah se ndodh, Allahu më na sprovo, ama nëse sprovohesh janë normale këtu. Janë normale, sepse dikush e merr një shuplakë, dikush e merr një të shame, e dikush një të leçet, ne dikush nxjerrët pe shtëpisë për shkak të fe. Mirë, çka më bota tash në këtu? Çfarë do të më bëna këtu? Wallahi, ja namazin, ja babën për shembull. Ndodh kjo. Ndodh sot në vendin tonë këto, vajzat që janë nisin më fal nxjerrin për shtëpiave për ballarët vet. Për arsye se ky babë është e gërsin. Nuk ka zemër të njerit, ka zemër të gërsirës, sepse e gërsira dhe nuk e largon fëmijën e vet. Se largon, përkundrazi është në gjendje me shkoq, çka i del përpara për me rujt fëmijën e vet, ndërsa ky e nxjerr fëmijën e vet. Sepse zemra ju ka gërsuar mirë. Tash a babën a namazin? Wallahi çaj Allah, që më ka lyp me respektu babën, çaj Allah më ka thonë me i dhon përparësi Allahut dhe xhenetit para gjithë shkafit tjetër. Po, ndash me ardh me mund xhenet mirë, mos dash unë ja mësoj xhenetit. O non, kështu djallë, çfarë të tjetë. Gjithashtu, prej mësimeve tjera, është se hijreti është prej ndodhive më të mëdha dhe e ka ndryshuar rrjedhën e historisë. E ka ndryshuar rrjedhën e historisë. Domthonë historia shkon tu rrjedh mushrikët, shik, kufër, çabe me gjithë ata idhujt, hijreti po e ndron historinë krejt, edhe po i thotë stop. وقل جاء الحق وزهق الباطل, erdhe vërteta dhe ka me triumfuar e vërteta, ndërsa e kota do të zhdukët. Edhe gjithashtu hijreti i ndërlidhet pejgamberit alayhi salatu wassalam me ditën e parë të shpalljes, apo mukhrijie, kur i ka thonë Warqas, kanë më nxjerr pi shtëpisë tem, kam më largu pi shtëpisë tem, shkam t'ju bëmë njerëz. Ka thonë të shakoni rimet në mu. Edhe dohan hijreti e lidh me momentin e parë të shpalljes, kur i ka ardhur fjala ikre. Pastaj vëllazëni, hijreti nuk ka qenë turizëm, që sahabët me qef me mësy Medinës. Këtë sahabët me lotë kanë bërë këtë rrugë. Mi po e kanë bërë për diçka të madhe, sepse nuk është lehtë me lënë shtëpinë tonë, edhe me lënë familjen dhe pasoninë. 5-6 vjet ke punuar, ke dhënë se aty dhe me lënë, nuk shkon udhëtimi turizmit. Përveç që është kanë me lënë, e kanë lënë krejt që kanë pas, u kanë udhëtim i rrezikshëm, është kanë udhëtim i lodhshëm, i mërzitshëm. Edhe nuk e ka bërë këtë udhëtim veç se i sinqerti. Ose në Mekë nuk është që është përhap në pandemie dhe tash hajt dalmi sa më shpejt për Mekës. Jo, Mekën e kanë pasur në zemër krejt sahabët. Mirë po, është dashur me lanë. Pastaj vëllazëni hijreti na kujton neve që gjithmonë kemi nevojë me bëj hijret. Wallahi gjithmonë muslimani ka nevojë me bëj hijret. Për ata pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë, muhaxher i vërtet, hijret vërtet ban ai i cili largohet dhe ban hijret prej saneve të ndaluara. Na kemi nevojë me bëj hijret prej shoqërisë e cila na thret devijëm dhe smundemi me vazhdu me ta. Na kemi nevojë me bëj hijret prej harameve, na kemi nevojë me bëj hijret prej gjunaheve, na kemi nevojë me bëj hijret prej devijimeve, edhe mu largu edhe prej vendit ku është devijimi, edhe prej devijimit edhe prej njerëzve të cilët i kanë këto devijime dhe nuk mundemi me ndryshu. Për ta hijreti me dal prej një vend dhe një vend tjetër nëse s'ka nevojë, ama ka nevojë besimtari me bëj hijretin në zemrën e vet. Me bëj hijret edhe mu largu prej harame, prej gjithë atyre që i përmendëm më herët. Gjithashtu e nxjerr në pa peshen e Abu Bekrit radiyallahu anhu, të cilin Allahu e ka quajtur shok. Asnjëri prej shokëve të tjerë, pse të gjithë janë shokë pejgamberit alayhis salam. Mirë po Allahu Abu Bekrin e ka quajtur shok.
e ka qujtë shok në Kur'an, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Kur thani ethnejni idh huma fil ghar, Allahu thot ata dy të cilët ishin në shpellë, kur i thot shokut vet, pejgamberi i thot shokut vet, domthon shok e ka pasur, shok. I thot la tahzan, inna Allah ma'ana, mos bërak, se Allah është me neve. Kështu thot ajeti, ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë ma baluka bi ithnain Allahu thalithuhuma. O Abu Bekr, mos u bë marak ti për dy veta që Allah është i treti me ta. Edhe shumë vende tjera të cilat e nxjerrin në pa pozitën e Abu Bekrit, gjithashtu pse edhe pozitën e Aliut radhiyallahu anhu, të cilin e la pejgamberi alayhi salatu wasallam shtrat. Pse e la? Me shkip emanetet. Cilat emanete? Emanetet e çatyne që bëshin plane për me vra. Subhanallah. Tortura, fyrje, etiketime, sharje, plane për me vra, asenet e shmushme i lanë të Muhamedi, se supin. Nuk hupin. Për ata i thot pejgamberi alayhi salatu Aliut, rre këto, edhe këto e filanit, to filanit i shpërndan senet, Aliu mas 3 ditë niset edhe në Kuba e mërrin pejgamberin alayhi salatu wasalam, bashkohet me ta në Kuba. Ndërsa sot, a është e njëjta logjik? S'është e njëjta logjik. Do të thonë na kemi njerëz të cilët falen edhe me nxi pret për me shpoll dikonin pa besimtar dhe pastaj tani më leju pasurinë, më leju gjakun, më leju ndjerën, më leju gjithçka tjetër. Përderisa pejgamberi alayhi salatu wasallam thesart e me kasve ka posë në dorë, po i ka thonë Aliut ja jep. Nesër mas nesër vini marrin ja jep. Ka mujt me thonë që ta po mbrojnë, po më luftojnë ti marrë dhe ti iki me tuja. Për arsye se nuk është plaçkaxhi pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ke fes ka ardhur me po plaçk edhe me vjedh. Absolutisht. I vetmi rast kur lejohet plaçka është në luftë bardh ushtrit kur luftojnë, po ikin edhe lën plaçkën e marr. Ama me vjedh, e me plaçkit, e në mend fes, e me moskë të fes, e me rroba të fes, kjo është zullumi më i madh edhe padrejtësia më e madhe që dikush mund të mja bokse feje. Ja pejgamberi alayhi salatu wasallam shembull njerëzit. Allahu na përmirësoft, Allahu na drejtoft. Ai mësoft me mësu jetën sa më shumë pejgamberit alayhi salatu wasallam, me jetu me ta, me dashur këtë pejgamber, me dashur ta shoktina e në kryet tyre, Abu Bekr radhiyallahu anhu me na bashku me ta, edhe me i pa pastaj se çfarë burra kanë qenë këta, çfarë njerëz janë kon tokës apo nuk janë kon. O sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad.